Pse njerëzit ndryshojnë me kalimin e kohës? Njerëzit ndryshojnë. Ndonjëherë ngadalë. Ndonjëherë pas një nate që nuk e harrojnë kurrë. Dhe pjesa më e çuditshme është se shumica nuk e kuptojnë sa shumë kanë ndryshuar derisa një ditë nuk e njohin më versionin e vjetër të vetes. Ka njerëz që dikur qeshnin më shumë, flisnin më shumë, besonin më shumë, ndjenin gjithçka më fort. Pastaj diçka ndodh. Ndoshta zhgënjim, ndoshta humbje, ndoshta lodhje, ndoshta thjesht jeta. Dhe gradualisht, pa shumë zhurmë, fillojnë të ndryshojnë. Jo gjithmonë nga zgjedhja. Shpesh nga mbijetesa emocionale. Shoqëria moderne flet shumë për të jesh vetvetja, por rrallë flet për faktin se vetja njerëzore nuk është statike. Njeriu nuk mbetet i njëjtë përgjithmonë. Çdo përvojë lë gjurmë, çdo zhgënjim, çdo humbje, çdo tradhti, çdo natë e vështirë, çdo periudhë vetmie. Psikologjia moderne e quan këtë adaptim emocional. Truri njerëzor ndryshon vazhdimisht në bazë të asaj që përjeton. Neuroshkenca ka treguar se përvojat ndryshojnë lidhjet nervore të trurit. Kjo quhet neuroplasticity. Me fjalë të tjera, jeta ndryshon jo vetëm mënyrën si mendojmë, ndryshon edhe mënyrën si ndjejmë. Dhe ndonjëherë ndryshimi ndodh aq gradualisht sa nuk e vërejmë fare. Herakliti, filozofi grek, thoshte, askush nuk hyn dy herë në të njëjtin lum, sepse lumi ndryshon vazhdimisht, por edhe njeriu. Dhe ndoshta kjo është e vërteta që shumica e njerëzve e kanë të vështirë ta pranojnë. Njerëzit që duam sot nuk do të mbeten përgjithmonë të njëjtë. As ne vetë. Ka njerëz që dikur ishin shumë të hapur emocionalisht, pastaj u mbyllën. Ka njerëz që dikur ishin të butë, pastaj u bën më të ftohtë. Ka njerëz që dikur besonin tek dashuria, pastaj filluan të mbrohen nga ajo. Dhe nga jashtë, kjo ndonjëherë duket si ndryshim personaliteti, por shumë herë është thjesht rezultati i asaj që kanë përjetuar. Psikologët kanë zbuluar se dhimbja emocionale ndryshon mënyrën si njeriu ndërton marrëdhënie. Pas zhgënjimeve të përsëritura, truri fillon të zhvillojë mekanizma mbrojtës. Njeriu bëhet më i kujdesshëm, më i heshtur, më pak i hapur. Jo sepse nuk ka më ndjenja, por sepse trupi dhe mendja përpiqen të shmangin dhimbjen. Dhe kjo është tragjedia e heshtur e shumë njerëzve. Ata nuk bëhen të ftohtë sepse duan, bëhen të lodhur nga ndjenja e tepërt. Ka diçka interesante tek mënyra si njerëzit ndryshojnë me kohën. Shumica nuk ndryshojnë menjëherë. Ndryshojnë pak nga pak. Një zhgënjim këtu, një humbje atje, një periudhë vetmie, një tradhti, një heshtje që zgjat më shumë se ç'duhet. Dhe gradualisht njeriu fillon të shoh botën ndryshe. Ndoshta kjo është arsyeja pse disa njerëz bëhen më të heshtur me kalimin e viteve. Jo sepse nuk kanë më mendime, por sepse kanë kuptuar se jo të gjithë i dëgjojnë me të vërtetë. Carl Jung besonte se njerëzit gradualisht krijojnë versione të vetes për t'u përshtatur me botën. Persona, maska sociale. Dhe ndonjëherë, pas shumë vitesh, njeriu fillon të humbas kontaktin me versionin e tij më autentik. Jo sepse është fake, por sepse është lodhur duke u lënduar. Shoqëria moderne e përshpejton këtë proces, sepse sot gjithçka lëviz shpejt. Marrëdhëniet, vëmendja, emocionet, jeta. Njerëzit kanë më pak kohë për të reflektuar, më pak kohë për të kuptuar veten, më pak qetësi. Dhe në një botë kaq të zhurmshme, shumë njerëz fillojnë të ndryshojnë pa e kuptuar fare. Ka njerëz që dikur ëndërronin shumë, pastaj jeta i bëri më realist. Ka njerëz që dikur ishin optimist, pastaj zhgënjimet i bën më të kujdesshëm. Ka njerëz që dikur afroheshin lehtë me të tjerët, pastaj tradhtit i bën më të mbyllur. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse disa njerëz ndihen nostalgjik për versionet e vjetra të vetes. Sepse ndonjëherë njeriu nuk i mungon vetëm një person tjetër, i mungon vetja që ka qenë dikur. Friedrich Nietzsche shkruante, ka plagë që nuk shihen kurrë nga sytë. Dhe ndoshta ndryshimet më të mëdha tek njerëzit ndodhin pikërisht aty.
brenda tyre. Në heshtje. Shumë njerëz ecin sot me lodhje emocionale që askush nuk e vëren. Ata vazhdojnë jetën. Punojnë. Flasin. Qeshin. Dalin me njerëz. Por brenda vetes ndihen ndryshe nga dikur. Më të largët. Më të heshtur. Më të kujdesshëm. Dhe ndonjëherë kjo ndjenjë është e frikshme. Sepse një ditë njeriu ndalon dhe mendon, kur ndryshova kaq shumë? Por ndoshta pyetja më e rëndësishme është, çfarë më ndryshoi? Psikologjia moderne thotë se përvojat emocionale kanë ndikim të drejtpërdrejtë në mënyrën si truri interpreton botën. Kur një njeri përjeton zhgënjim të vazhdueshëm, truri fillon të presë zhgënjim. Kur përjeton pasiguri, fillon të kërkojë kontroll. Kur përjeton humbje, fillon të mbrohet nga lidhjet e forta. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz nuk reagojnë më si dikur. Jo sepse nuk ndjejnë, por sepse kanë kaluar nëpër gjëra që i kanë ndryshuar. Dhe ndonjëherë, njerëzit që duken më të fortë janë ata që janë lodhur më shumë. Emocionalisht. Ka edhe një lloj tjetër ndryshimi. Ndryshimi që vjen nga vetmia. Vetmia e zgjatur ndryshon njeriu. Ndryshon mënyrën si mendon, si ndjen, si lidhet me të tjerët. Studimet psikologjike tregojnë se izolimi emocional afatgjat rrit ankthin, ul besimin tek të tjerët dhe e bën njeriu më të mbyllur emocionalisht. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse shumë njerëz sot ndihen më të distancuar. Sepse janë lodhur duke u ndier vetëm edhe mes njerëzve. Por jo çdo ndryshim është negativ. Ndonjëherë njerëzit bëhen më të qetë sepse mësojnë. Mësojnë se jo çdo reagim ka nevojë për përgjigje. Mësojnë se jo çdo betejë ia vlen. Mësojnë se paqja mendore është më e rëndësishme se miratimi i të tjerëve. Marcus Aurelius shkruante se njeriu fiton forcë kur ndalon së kërkuari kontroll mbi gjërat që nuk mund t'i ndryshojë. Dhe ndonjëherë, pjekuria duket si ftohtësi për ata që nuk e kuptojnë qetësinë. Ka ndryshim mes një njeriu të ftohtë dhe një njeriu që ka mësuar të ruajë energjinë emocionale. Sepse me kalimin e kohës, shumë njerëz kuptojnë se nuk mund t'i japin gjithë veten çdo situatë. Nuk mund të shpëtojnë të gjithë. Nuk mund të mbajnë gjithmonë të njëjtën butësi. Dhe kjo nuk është gjithmonë tragjike. Ndonjëherë është pjesë e rritjes. Por ka një vijë shumë të hollë mes pjekurisë dhe mpirjes emocionale. Disa njerëz bëhen më të mençur me kohën. Të tjerë thjesht më të mbyllur. Dhe ndonjëherë është e vështirë të dallosh ndryshimin. Ndoshta kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz ndihen të humbur në një moment të jetës së tyre. Sepse versioni i tyre i vjetër nuk ekziston më, por versioni i ri ende nuk ndihet plotësisht si vetja. Kjo ndodh sidomos pas periudhave të vështira. Pas ndarjeve. Pas humbjeve. Pas viteve të lodhjes emocionale. Njeriu ndryshon aq shumë sa ndonjëherë nuk e njeh më mënyrën si mendon, si ndjen apo si e sheh botën. Dhe ndoshta kjo është një nga gjërat më të trishta të jetës. Të kuptosh se koha ndryshon gjithçka. Marrëdhëniet, ëndrat, prioritetet, emocionet, vetë njerëzit. Por ndoshta kjo është edhe një nga gjërat më njerëzore. Sepse jeta nuk e lë askën të paprekur. Çdo njeri mbart histori që askush tjetër nuk i sheh plotësisht. Çdo njeri mbart plagë që nuk duken nga jashtë. Dhe ndonjëherë, mënyra si dikush sillet sot është thjesht rezultati i gjithçkaje që ka kaluar. Kjo nuk justifikon çdo sjellje, por ndihmon ta kuptosh më mirë natyrën njerëzore. Ndoshta njerëzit nuk ndryshojnë sepse duan të bëhen dikush tjetër. Ndoshta ndryshojnë sepse jeta gradualisht i detyron të përshtaten. Disa bëhen më të fortë, disa më të heshtur, disa më të butë, disa më të ftohtë, disa humbin veten, disa më në fund e gjejnë. Dhe ndoshta pjesa më e çuditshme është se askush nuk e di saktësisht në çfarë personi do të shndërrohet me kalimin e viteve. Sepse njeriu formohet vazhdimisht nga ajo që jeton, nga njerëzit që takon, nga dhimbja, nga dashuria, nga vetmia, nga koha. Ndoshta kjo është arsyeja pse duhet të jemi më të kujdesshëm me njëri tjetrin. Sepse nuk e dim kur çfarë betejë po ndryshon dik nga brenda. Dhe ndoshta pyetja nuk është pse njerëzit ndryshojnë,
Ndoshta pyetja e vërtet është, sa nga versioni ynë i vjetër arrim të ruajmë ndërsa jeta na ndryshon? Sepse ndonjëherë sfida më e madhe nuk është të mbijetosh. Është të mos humbasësh plotësisht veten gjatë rrugës. Abonohu në kanal për më shumë video rreth psikologjisë, emocioneve, marrëdhënieve dhe anës së heshtur të natyrës njerëzore. Ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë natën.